Mirëmbrëma dhe përshëndetje miq të Rrethës së Korçës, zonja dhe zotërinj. Mirë se keni ardhur në emisionin tonë të sotëm Studio Sport. Si gjithnjë, çdo të në orën 20:30 ne jemi së bashku, ne nga ekrani, ne nga studioja e natyrisht ju nga shtëpia. Duke që do të jetë një emision shumë i nxehtë ky sotme, pasi besoj se do të ketë debat në studio, jo vetëm me të ftuarit tanë, por natyrisht edhe me të gjithë ata që do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Duket se tani po jepë verdiktet përfundimtare, por gjëja që të bën përshtypje dhe është interesante ka të bëjë me faktin se Juglindja po prodhon shumë derbi. Dhe po fillojmë me voleybollin, atje ku natyrisht Skënderbeu me Pogradeci ka zhvilluar ndeshjen e parë. Do të jetë Pogradeci dhe Skënderbeu, natyrisht në futboll së bashku me Laçin, që po na dhurojnë emocione dhe spektakl. Natyrisht kanë ngjallur shumë diskutime se si do të jetë ecuria. Ka parashikime e natyrisht në çdo tavolinë diskutohet për këtë gjë. Ashtu siç diskutojmë edhe ne në studio. Por do të ketë një derb të vogël, ai futbolli ndërmjet Devollit dhe Emaliçit, edhe pse verdiktet përfundimtare janë dhënë. Por jo vetëm kaq, pasi do t'ju jap edhe lajmin më të fundit. Skënderbeu në voleyboll për meç ku i ka fituar në Tiranës me rezultatin 0-3. Një ndeshje e parë që luheshe në kryeqytet dhe Skënderbeu duket se është kështu një hap pranë finales së madhe. Është zhvilluar dhe përballja e voleybollit të femrave për U20-at, aty ku Dinamo ka fituar në Skënderbeu me rezultatin 3-0. Këto dhe të tjera ne do të diskutojmë për së shumti në emisionin të sotëm. Prandaj ftoj të nderuar miq, mos u largoni nga Rrethës së Korça, nga emisioni ynë në sport për të parë dhe për të mësuar se çfarë do të ndodhë. Në fillim të emisionit më lejoni të prezantoj të ftuarit, kam një të ftuar special sot. E kemi pasur edhe herë të tjera në lidhje të drejtë për drejtë, po sot e kemi në studio kapitenin e ekipit të Pogradecit, Vangjel Zguro. Zguro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shumë të emocionuar më kështu, po vjen fundi tani dhe janë emocionet. Futbolli prandaj është i bukur për këtë lloj emocionesh. Po shko, se duket ka dhe diçka të bukur me ju. Keni ndezur kategorinë e parë me një premie të majmi që kur e dëgjova, natyrisht 50.000 euro, në mos gaboj përfitore ndaj Laçi, 100.000 euro nëse kaloni në kategorinë të parë, 150.000, nuk janë pak, apo së duke lekë dhe keni mendjen të hyni një herë pastaj. Tani kur futesh fush i haron lekët, po ky është një motivim ekstra për ne, kështu që shpresojmë të kalojmë Super League, pastaj normalisht që është dhe pjesa e lekëve. Jo, kishë shohur sot, domethënë sapo publikua ky lajm të gjithë portalet, presidenti i Pogradecit Armando Lila hap thesin. Thesin e thojza. Lajm sensacional, 100% i sakt. Kështu që shpresojmë shumë që Juve ka komunikuar presidenti? Po, shpresojmë shumë që t'i gëzojmë gjithë tifozët tanë dhe normalisht stafin dhe normalisht kryesorin që është presidenti jonë. Jo, kur thejt të gëzojmë dhe vazhdove më tej sportdashit, du thash të gëzojmë vetë, thash do thos Zguro, por duke se jo nuk e tha një gjë të tillë. Po normalisht edhe vetëm, por që duhet gëzojmë mirë popullin tonë pasi kam 15 vjet pa e parë kategorinë superiore. Ildi Merulli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ka ardhur. Duket sikur emocionet këto 3 javë do të jenë të mëdha, kudo? Padyshim, gjithë gara besoj deri në fund do të jetë tepër e luftuar dhe jemi në fazën e atyre emocioneve pozitive dhe besoj se këto do të jenë momentet për tifozët me zemër të fortë. Federica Vangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mami. Shumë diskutime ka, E para e ndjen atmosferën? Jo, e para Ku në 150 euro do midhesh? Nuk e di pse më ke ndruar vendin sot, po unë do të them diçka që mua më ke vënë në vendin kur i legjenda Xhambazi edhe miqtë e ftuar. Po legjend po bëhet ti tani dal ngadal. Kështu që Zguron e ke lënë aty te vendi tim, është karike polemike ajo aty. Prandaj po them që atje ka debate. Po jo, unë jo më kohë thash në të emisionit që debati do të jetë i nxehtë në studio. Unë kështu e parashikoj. Apo jo Brendan? Po, patjetër, po edhe Zgura është natyrë e tillë, domethënë si lojtar me grintë, domethënë kështu. Jo, po shumë i urtëm edhe në panel ai dhe si opinionist, unë besoj të njëjtin karakter si në fushka, nuk është se e ndryshon ai. Domethënë më thej që kur zgurua të varë këpucët në Gozhdë, ta kemi në studio opinionist për të diskutuar, Po të ketë ai dëshirë, pse jo? Pse jo? Mirë, faleminderit për këtë hyrje të parë, por të ta fillojmë me ju Zguro. Natyrisht duket sikur 3 ekipet janë në garë. Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci. Unë do thosha, nëse nuk do të ishte Pogradeci, do të ishte mbyllur kampionati për të mësuar dy ekipet. Qenia e Pogradecit e bën më të bukur garën? Me thënë të drejtën është një super kategori e parë, sidomos me 3 ekipet e para, Skënderbeu, Laçi. Sigur po bën një kampionat më vetë duket. Pogradeci, e them pa frikë pasi ti e di unë kam vite që lozën në kategorinë superiore. Them pa frikë këto 3 ekipe mund të konkuronin pa frikë me ekipet më të mira të kategorisë superiore, pasi niveli nuk është shumë
shumë i madh, domethënë ekipet e kategorisë superiore me këto 3 ekipe. Kështu që këto 3 ekipe i kanë dhënë tonin kategorisë të parë. Edhe ne kemi 5 muaj me një humbje dhe prap nuk i kapim këto 2 ekipe. Tani llogaritë vetë se çfarë lloj kampionati është. Fizika, kampionat që Pogradeci me një humbje nuk arrin dot, por duket se Laçi nuk ndalet. Laçi me 14 fitore radhës, 13 sa arriti të bënte. Ne po kemi ekipin tonë që dhe këta tanët nuk po ndalen edhe pse unë kam thënë dhe përsëris që se si kemi erdhur deri këtu është fat i madh për Skënderbeun. E kam fjalën që përsëri nuk na kanë arritur dot këto 2 ekipe të tjera sepse dhe ne ja kemi dalë të fitojmë ato ndeshjet decisive. Shpresojmë që të arrim të fitojmë edhe këtë ndeshjen që kemi brenda njërë me Kastriotin. Po shpejt na vajte që fillim të emision ndeshja me Kastriotin. Aty e kam undani sepse unë kam aty ku e kemi. Atëherë nuk ta jap fjalën deri në fund derisa të vi radha e ndeshjes. Po mirë, ashtu të marrësh javës tjetër. Po. Mirë, po fituam, ore, dakord. Gjithë qëllimi këtu në këtë studio që ne kemi thënë është qëllimi të ngjitemi. Se si ngjitemi me ashtu siç e kemi thënë deri tani pa prodhuar gjë deri. Do të thënë miti justifikon qëllimin thotë. Po patjetër, ne kemi thënë që në fillim që ekipi tonë le për të dëshiruar, por ja ku jemi tani dhe tani ka ardhur një situatë e tillë që vështirësitë janë arritur jo vetëm brenda fushës, po dhe jashtë saj. Brendon, vështirësi që vinë për shkak të këtyre 3 ekipeve që luftojnë dhe duan pikët maksimale, apo kemi dhe një disnivel, si që tha dhe Zguro, me ekipet e tjera, pra me ekipe që kanë zgjidhur me gjysmën e pikëve mos gaboj diferencën. Jemi pothuajse, po të shikosh edhe me vendin e 4-5 që janë Iliria dhe Kastrioti, janë 30 pikë diferenca, pak a shumë domethënë. Madje edhe më poshtë po të zbresin vetë 35 ose edhe më shumë, kështu që distancë shumë e madhe dhe ajo që më çuditi dhe që ta theksova pak sa edhe në fillim të emisionit të kaluar, po të shkosh golavarazhi nga vendi 4 deri në fund janë gjitha me golavarazh negativ, pra që nga Iliria deri tek luftëtari i vendit fundit janë gjitha me golavarazh negativ. Dakord, Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci janë aty plus 33, 32, plus 29, domethënë si golavarazh. Pogradeci natyrisht ka sulmin më të mirë pas edhe fitoreve me gola që ka marrë në muajin e fundit. Megjithatë, unë do thoja që skuadrat nuk kanë shumë diferencë këto 3 skuadrat e kreut me njëra tjetrën dhe diferencë më shumë se sa në ndeshjet me njëra tjetrën, pasi në ndeshjet direkte pothuajse janë në ekuilibër me njëra tjetrën. Pra, Skënderbeu ka nga një fitore me Laçin dhe me Pogradecin dhe nga njëherë është mundur me të dyja. Pogradeci me Laçin ka një fitore dhe një barazim dhe kanë pasur shumë pak diferenca dhe ndeshjet direkte me njëra tjetrën. Kështu që janë vendosur në ndeshjet me të tjera. Kështu që i bie me njëra tjetrën jemi pak më mirë nëse kap. Në përballjet e drejt për drejt. Kështu që Petrika me ty e kam. Duket edhe në ndeshjet direkte. Kështu që në ndeshjet direkte fituam 1-0, na mund të. Po pra, 1-2. Po flas edhe për ekipin e Laçit. I kemi marrë barazim shtëpi Laçit dhe kemi mundur brenda Pogradec. Pogradec ka diferencë. Po mirë, dakord, mos e bëjnë garë treshe, mbajnë në 82. Po tani me këto të dyja e kam punën unë, e kupton. Gara treshe vajte tani në këtë momente. Okej, Unë jam për një fest më të gjatë Romi, pasi nuk duhet vetëm që të ngelet unë korç, pse jo të shtrihet në gjithë Juglindjen, do të ishte akoma më bukur. Atëherë, shtrihet më shumë se Juglindja, çfarë ka ndodhur këtë javë? Po, përsa i përket rezultateve të javës së 30, u prodhuan këto rezultate: Besa Lushnja 0-0, Bureli Iliria 0-1, Bureli Skënderbeu 0-1, Iliria Luftëtari 1-2, Kastrioti Laçi 1-2, Korabi Apolonia 0-0 dhe Pogradeci Kuksi 5-1. Okej, kalojmë tek renditja. Çfarë na ka prodhuar kjo javë? Ja dhe kjo është renditja. Skënderbeu në vend të parë 73 pikë, Laçi 70, Pogradeci 67, në vend të katërt Iliria 38, Kastrioti 36, Besa 35, Korabi 33, në vend të 8 Bureli 33, Apolonia 27, po 27 Kuksi dhe mbyllin tabelën Lushnja 26 dhe Luftëtari 25. Duket që kjo javë ka prodhuar pak gola. Zguro, çfarë ndodh? Para një jave ne kemi thënë mos gaboj 20 më ndihmoni? Jo, me Luati javë pas javë. Po pra, javë pas javë. Ka javë me 22 gola, ka javë si kjo e tanishme me 13 gola. Çfarë ndodh? Jo, mbaj mend Petrika para një javë më tha do ju shikojmë me Kuksin sa gola do i fusni. Kështu që 4-1. 5-1. Mos na ja një gol. Kështu që i thash zotërisë që më do i fusim mbi 3 gola e sipër. Po, mirë. Jo, se edhe diçka tjetër që do shënojnë një gol nga tunelit edhe kur pashi që 30 sekondat e para se tha Kuksit jo i duhen pikë, jo do t'ju shikojmë me Kuksin si do dilni, jo do shohim golat, tani presim përgjigjen nga ty unë. Okej, në rregull. Fitoria
e morët fitore dhe siç e the dhe Jo, po ai the me gojën tënde. E thash sepse te Kuksi kisha një farë A u besimi. binde tani? Po prit me ta mbaroj. Jo, u binde. U binda bre. Faleminderit, Unë po them këtë që te Kuksi kisha një farë besimi që do bënte një ndeshje të mirë sepse jo vetëm për faktin e pikëve, po edhe ka treguar dhe lojra të mira. Kuksi përballë Pogradecit u shpërfytyrua, mbaroi 5-1, siç mbaroi. Okej. Fitore merituar, nuk po them Okej, që. Petrika, para se të kalojmë tek Pogradeci Zguro, dua mirë kuptimin tuaj, kalojmë tek ajo çka ka ndodhur me ekipin e Skënderbeut. Ildi, një fitore minimale që ka bërë me drithërima përsëri. Duket se nga javë në javë drithërimat tek Skënderbeu nuk po na ndahen. E kemi thënë, tani nuk po na bën më përshtypje pasi Ndërkohë regjia mund të më ndihmojë edhe me planet nga kjo ndeshje. Na mësoj me këto drithërimat, me këtë cinizmin që er pas here ka qenë i tepruar, por e shpëton fakti që arriti të marrë 3 pikë dhe kur janë edhe 3 javë nga fundi, tashmë është vetëm me një javë. Ky është çasti kur Skënderbeu ka humbur 11 metrash, po? Vazhdojmë. Po Ildi, Po, mund të përsa i vazhdosh. përket 11 metrë, duke se dhe ajo e futin në një lloj krize psikologjike, pasi me humbjen e 11 metrëshit e patëm disa momente përshtjellimi dhe ekipi duke sikur nuk po dilte në atë lojën për ta vënë në presion kundërshtarin, por ai goli Beshirajt ka shpëtuar dhe mund të themi që Skënderbeu ka arritur të bëjë ato detyrat e shtëpisë në thonjza dhe tashmë Brendon, shumë polemika shkaktoi edhe momenti i golit. Ne pas pak çastesh do ta kemi, pasi besoj regjia e ka këtë moment, domethënë se çfarë ka ndodhur. Unë dua pak një informacion më shumë dhe le të pyesim edhe Zgurën më pas. Çfarë u diskutua shumë që kishte pretendime? Po, u debatuar, nuk është debatuar sepse në një moment nuk u kuptua protestat, mendoj mos po protestonin futbollistët e Burrelit për pozicion në offside të Beshia, gjë që nuk ishte, sepse në përsëritje më pas duket që nuk ishte pozicion jashtë loje. Ajo që u protestua ishte momenti kur u bë zëvendësimi i 2 fishtët tek Burreli, pra do aktivizoheshin 2 lojtar nga trajneri Nika, ishte futur i pari dhe po pritej të aktivizohej dhe i dyti. Në atë moment kishte një rivërnje në sulm për Skënderbeun, pra që do riniste loja. Dhe në momentin që është futur futbollisti huaj i Burrelit, ka nisur me njëherë, domethënë lojtarët e Skënderbeu Vangelin mos gaboj ka hedhur drejt për drejt topin tek Estrela dhe ka krosuar drejt zonës, pra futbollisti ishte duke vrapuar nga momenti që kishte hyrë në mezin e fushës drejt zonës për të vrapuar drejt pozicionit të tij dhe loja kishte nisur dhe ajo që pretendonin lojtarët e Burrelit është që zakonisht në këto raste pavarësisht se arbitri Jalla shkoi konsultua me arbitrin e 4 për të konfirmuar nëse kishte hyrë apo jo, sepse nëse nuk kishte hyrë futbollisti, atëherë po mund të kishim shkelje rregullore, pra pasi Jo, pretendoshe mos gaboj Ildi, dalja, nuk kishte dalë lojtari që zvendësua. Jo, kishte hyrja, është në hyrje. S'kishte hyrë lojtari akoma në lojë. Kishte hyrë, po ata prisnin një lloj pozicionimi, por kjo rregullore është në momentin kur topi është në goditje nga kendi. Pra, ekipi Burrelit, Burrelit do të kishim goditje nga kendi, atëherë Okej, e them se është lojë vazhdim apo si thoni ju out apo se un jam vetë futbollist. Rivani Ansore. Shtari ka dhënë okej që loja të filloj. Unë s'mundet të bëj 2 ndërrime si ekip dhe un jam Rivani Ansore dhe topi është këtu dhe lojtarët po vinë nga mezi i fushës dhe un ta hedh outin nuk mundet vëlla. Po auti me sa e njoh sportin dhe sa vite kam unë që kam luajtur sport. Dhe kjo nuk po jo pra se ju po thoni që arbitri e ka hedh lojtari Vangjeli po thoni. Eksperiencë domethënë në kuptimin në praktikë. Kjo gjë nuk ndodh domosdoshmë. Ja arbitri okej, në futboll profesionist kjo lloj gjë nuk ndodh. Duhet të vi lojtari në fushë. Hyri i pari ata lojtarë. Tjetri po priste tani të vonosh edhe në çik loja. Po ka rëndsi kjo. Ka rëndsi kjo se do presim atë ne tani të dalë ai nëna duhej ishte 2 minutat e fundit. Të po them, ju keni marrë 3 pikët, pak rëndsi ka se nuk kthehet me gjëja mbrapa, po për diskutim dhe të jesh dhe ti më i qartë. Po pra patjetër. Po pra ti jesh dhe ti më i qartë, kjo gjë nuk duhet nuk ndodh domethënë. Hyri lojtari në fushë. Po jo pra duhet të vetë. Okej, un kam topin tani. Bën ekipi kundërshtar 2 zvendësime, si ta hedhun pa hyrë ata, ndërkohë që ai sa shkel fushën. Po mirë, më njëri hyri. Pse s'ke gabi te ti? Pra u fut sa u fut 5 metra, 10 metra. Regjia më ndihmon edhe një herë me pambjet, andej afër fundit besoj është diçka e tillë, të lutem edhe një regjia, mund të më ndihmojë. Nga eksperjenca çfarë dim dhe çfarë kemi parë dhe jashtë. Ja, ky është moment, edhe një herë të lutem, edhe një regjia. Mundet të më kthesh edhe një herë të lutem, pikërisht atë moment. Jo, është rasti. Aty ku ishe të lutem edhe një herë, kthema pak më përpara. Po. Shesh duke vrapuar në fushë ti krosin apo. Shikoca. Në parim, një sekond. Në parim
është kjo që të zgura që... Ja, ky është momenti. Ecaj. Pra loja nuk ka filluar akoma. Goli këtu tani, Ke kush edhe bër goli? krosin të yri goli tani. Urdhëro, zjat duart. Po mirë, u bë shumë mirë. Po si mirë u bë. Po lerë, Zguro, një amre sekond. këto janë kod. Po mirë, nëse të ndodh ty kjo, okej, pyetje Dhe mua të më ndodh, ja unë ta them sinqerisht. Mungesë vëmendje mbrojtësve skuadra ti me vëmendje. Dgjoj, unë jam tifoz Po me. nuk ka hyrë lojtari më. Dgjoj një sekondë, zguro unë. Po mirë, më thuaj në një vend të botës, ti që e ke parë këtë. Një sekond. Në futboll. Ta shpjegoj se kam 3 herë që po e nis se s'po e mbaroj. Ideja është në parim jam me atë që po thua ti që normalisht pritet që të vendoset të pozicionohet edhe ai lojtari që vjen nga zëvendësimi. Parimisht po them. Me rregullore nuk i thua dot arbitrit ta anulloj atë gol se me rregullore në momentin që hyn ai në fushë nuk anullon dot golin ai. Me rregullore nuk e nis arbitri pa hyrë lojtarit tamam 100% në fushë. Po mirë, po rregulloria nuk thotë me 100%. Ai sa ka shkelur thotë fushën. në momentin që hyn lojtari në fushë, më kupton mendon. Ai sa po e ka shkelur fushën dhe ti ke nis direkt krosin. Po pra, por duhet ta presish lojtarin, si rregull. Pavarësisht se kjo gjë nuk kthehet më mbrapa dhe ti ke marr 3 pikë. Po ideja është në rregullore nuk përcaktohet që duhet të presësh derisa të pozicionohet, në momentin që aktivizohet. Me qenë pak realist. Jo, sulmues ishte ai më duket, ai ishte me qenë pak realist. Gjëra që nuk kanë. Jo, më fal Romi, gjë të them diçka. Unë jam tifoz me Barcelonën. Në ndeshjen e shkuar të Champions League. Jo, prit një sekond. U bë një penallti që duhet ishte penallti se e kapi me dorë portieri dhe ja dha topin lojtarit dhe lojtari e kapi me dorë, duhet ishte penallti. Unë nuk isha me këtë pjesën sepse prishte diçka kaq të bukur. Ishte me rregullore ajo, një sekond. Dhe këtu tani. Topi, jo edhe një herë. Topi vendoset në vendin e caktuar apo jo zguro. Kur është në rivendje fundore, topi duhet. Se nis portieri pa e vente. Jo. Jo, mos se nis portieri ku do doj portieri. E nis more. Po jo, duhet vënë në 15 shtopi. Duhet vënë në 15 se topi më kur është në rivendje fundore. Portieri nuk e nis dot 1 metër më mbrapa se ajo. Jo, më nuk e nis, nuk lejohet. Jo, nuk lejohet. Madje edhe kur topi ka qenë në pak lëvizje ka kthyer, kur nuk është vendosur në vendin e caktuar e ka 3-2 metra mbrapa. Jo ai që e 3 me gjumë. Po, ajo ashtu është, po që aq po përpiqem ti them zgurës është që parimisht është ashtu, me rregullore nuk anullohesh dot ai gol sepse rregulloria nuk thot kur të pozicionohet lojtari, po thot momentin që aktivizohet lojtari dhe këtu mbaron. Domethënë kjo ishte pak a shumë për kjo është shpjegimi domethënë me anë të rregullore. Po vetëm ta mbyll. Po, patjetër. Në këtë pikë që është kampionati, këto janë gjëra të mëdha, jo gjëra të vogla. Pse? Sepse dhe ajo me Ilirinë është gjë e madhe ajo, po nuk u bë buja. Penalltia që të është dhënë me Ilirin, ty si Skënderbeu, sepse unë personalisht kam respekt të madh për këtë ekip se kam qenë dhe kapiten dhe kam luajtur. Po tani normalisht jam në garë kundra këtij ekipi. Dhe kur ndodh ajo lloj penalltie, është alarm për të ngritur zotëri. Sepse s'është penallti. Është ashiqare ke me kamerë, ke ditë, nuk është as me projektor. Dhe justifikon dhe arbitrin edhe jo, s'ka kontakt fare aty. Po ka kontakt bre. Po ma nxirr me Ilirin, nëse ka kontakt. Po ka kontakt. Është shumë minimal, ka kontakt fare. Okej. E kemi diskutuar edhe javën e kaluar, gjithsesi duket regjia të mbi gati lidhjen e parë, por Ildi. Një fitore pragmatiste do të vazhdojmë të themi për Skënderbeun edhe këtë javë, apo duket se më shumë me ekipet janë përthyer tek 3 pikëshi dhe se sa të mendojmë për lojën, por unë do thosha që fitore në përmet lojës ka treguar nuk mund të themi me siguri që edhe në kjo ndeshje do të jetë ndeshje lehtë. Pra të gjithë jemi përgatitur. Jo, flasim për ndeshjen e kaluar. Edhe për ndeshjen e kaluar me Bureli ishte nga ato fitore të cilat kemi marrë shpesh. Po, nga këto fitoret e shpeshta ku ekipi duket se mjaftohet thjesht me atë shënimin e një goli dhe pastaj gjithë kujdesi është te ruajtja e rezultatit, po ajo çka më bëri përshtypje është edhe qasja e ekipit të Burelit në fushë, pra më së shumti ishte i fokusuar te ana defensive dhe pam shumë pak iniciativa për sa i përket pjesës së sulmit dhe kishim përgatitur ndeshjen kryesisht me goditje standarde, pra fokus i arma e tyre më fort ishte kjo lufta në ajër, qoftë nga korne apo nga ndonjë faul në afër zonës së Skënderbeut. Pra nuk është se Bureli vazhdimisht e shqetësoi Skënderbeun, duke edhe gjuajtjet në drejtim të kuadratit ishin me pikatore, por edhe për sa i përket sulmit të Skënderbeut vazhdon ajo paqartësia, pra nuk e ka atë grinte në repartin ofensiv që ta dominoj kundërshtarin, ta mbajnë në atë zonën e 5 metrësh dhe të shikojmë nga minuta në minutë vetëm sulme. Pra kjo duke se i ka munguar gjithmonë skuadrës Skënderbeu. Bredon, çfarë i mungoi këtij Skënderbeu për dalë shpejt e goli?
Shiko, po të shkosh të dy pjesë të lojës, mua pjesa e parë më pëlqeu pak më shumë, pasi kishte më shumë iniciativë nga ana e Skënderbeut, përtej dhe penaltis, madje në momentin kur është humbur 11 metrësh nga Beshira, ju mpat frikë që do të jepte një farë pasojë, po skuadra përsëri e tentoi, madje dhe rasti që pam pak më parë dhe në kronikë në pamjet i Janaqit është pak më vonë, tentoi me dalje nga krahët, po ishte shumë e vështirë për të çarë mbrojtja e Burrelit, ishte vendosur mirë taktikisht. Ishte aftësisht mbrojtja e Burrelit apo ishte pamundësi e Shiko, Skënderbeu mungesën le të themi e daljes në sulm apo të zgjidhjes së këtyre ndeshjeve me këto skuadrat, s'po them të vogla, por me skuadrat që i mbrojnë dhe nuk i lënë hapësira, qoftë për të dalë me kundër sulme apo qoftë për të dalë le të themi me sulme nga krahët në mënyrë graduale, Skënderbeu ka shumë të vështirë të gjejë golin dhe këtë e kemi parë gjatë gjithë sezonit me një sër rivalësh dhe jo vetëm në transferte, se okay, në transferte ndonjëherë ka ndonjë terren të vështirë ose ka ndonjë fushë që s'ka qenë gjendje, po dhe në Korç nuk ishte shumë komod për. Po, kishte topi momente kërcente, po që ajo fusha e Burrelit ashtu ka qenë gjithmonë, nuk është ere parë dhe Skënderbeu ka luajtur aty dhe të kaluarën, po ideja është që edhe në Korç që terreni është më i mirë, e kemi parë që me këtë lloj skuadrash, dhe s'po shkojmë më larg me Ilirin para 2 javësh, në momentin që skuadrat i mbyllen, Skënderbeu e ka shumë të vështirë të arrite goli dhe duhet të jetë thjesht çështje episodesh. Megjithse po them, pjesa e parë ishte një pjesë e parë e mirë e Skënderbeut, domethënë e pëlqyeshme. Pjesa e dytë pastaj ishte paksa më sporadik në raste dhe po përveç atij golit pastaj u tërhoq në mbrojtje të golit dhe vetëm ai kundërsulmi minutës së 92 i Nasër që nuk e pasoi përgjatën për të mbyllur ndeshjen sepse tentoi ta zgjidhte individualisht, gjë që Nasër i përsëritet shpesh se atë iksin tek ajo leva e pasimit se ka. Si po shkon kjo punë në Romi, po shkon kështu tani. Po vëm në stadium për të parë Skënderbeun dhe të po shpresojmë që të dalë një gol, që të shënojmë një gol, që të gëzohemi, që të shpëtojmë, të menaxhojmë ndeshjen, të marrim 3 pikët. Mirë, po mua më shtypin diçka se drejtuesit e klubit thonë që përveç pjesës sulmit që ne kemi probleme, ne nuk kemi probleme në mbrojtje, thonë ata. Xhunfuri që kur ka ardhur, Skënderbeu s'ka pësuar asnjë gol. Tani, kush pret të ta bi golin? Iliria do të bi golin që ishte 11-ta, që donte barazimi dhe ishte 11 mbrapa, plus që e bëri gafën ai dhe po shpëtovi fati ton që shpëtuam në atë ndeshje që se bëri që briti portieri. Tani këta justifikojnë me këtë pjesën që mbrojtja ton ka qenë solide. Statistika aty një gol më Nore hiç asgjë nuk kemi. Atëherë sa të rregullosh mikrofonin me Drika Rozove. Unë po kaloj tek ajo çka ka thënë trajneri Gjoka pas ndeshjes dhe e di që benjëherë do kalosh për të diskutuar më pas edhe Vangels Gurra. Të lutem regjia pak intervistën e trajnerit Ernest Gjoka pas përfundimit të ndeshjes. Unë mendoj që nuk ishte se mund ta fitonin ndeshjen. Mendoj që ne duhet të kishim reaguar pak më mirë. Kishim ndoshta po mos ishte un penaltia do ishim më të qetë. Burreli më shumë mbrojt dhe mundoi të na kapte me kontrasulme. Loja ka qenë totalisht në dorën tonë, por duhet jemi më të qetë. Ndeshjet janë shumë vështira. Askush nuk kundra nesh japin gjithë maksimumin. Kështu që në këtë situatë ne duhet bëjmë gjithmonë maksimumin tonë. Janë shumë vështira, ndeshjet vështira, ndeshjet forta dhe falenderoj futbollistët që nuk u dorëzon asnjëherë. Është çështje karakteri që kjo skuadër çdo javë, edhe pse ka shumë bariera dhe shumë luftë kundër nesh, ne vazhdojmë të fitojmë. Kundërshtarin e dinim që luan me topin e gjatë, nuk patëm ndonjë rrezik Maqedoni, gjithë loja ka qenë 2 korner për kundërshtarin. Por edhe një korner besoj e dham ne. Ju e mani mend, mos koordinimi midis çufës së portierit ton. Unë mendoj që ishte një ndeshje që duhet ta fitonim ne. Ne dinim që kundërshtari do ishte shumë i agresiv, shumë i fortë, dha super maksimumin e tyre, si asnjëherë tjetër. Sigurisht që bravo qofse ka qenë motivuar ekstra ndoshta, por ne duhet të jemi më të qetë që ta mbyllim ndeshjen akoma më shpejt. Janë 3 ndeshje, ndeshja radhës Kastrioti. Sigurisht çdo ndeshje kundër Skënderbeut është shumë e fortë. Çdo ndeshje thot Gjoka është e vështirë. Zguro, ka të drejtë? Mendimi i Gjokës tani derisa i fiton ndeshjet me vështirësi normale, kjo ligë kështu që është shumë faj nuk i ve, po që si i fiton ndeshjet normale që është e vështirë. Por besoj që Skënderbeu është për mendimin tim 99% në kategorinë superiore. Për mendimin tim. Shpresoj të jetë nga ne. Por që do jetë luftë e ashpër, kjo javë ndan Laçi po Gradeci, por besoj shanset janë 50-50 për të qenë tamam realist, siç duhet.
Po të përshin llogari Petrika, Skënderbeti duhen 4 pikë. Duket se çdo që do të hapet, them do të hapet, pikërisht javën e ardhshme që ta zgjuron. Nëse Pogradeci fiton ndaj ekipit të Laçit, atëherë do të thosha që do të jetë një super ndeshje ajo e fundit ndërmjet Skënderbeut dhe Laçit. Shiko Romi, unë me Jo, këtë se është edhe me ne. ideja është këtu që unë më shumë shpresoj në kjo pjesa këtu që ne të fitojmë me Kastrioti, si të fitojmë 1-0, se do fitojmë 1-0. Edhe Pogradeci të ndalet me Laçin që të sigurojmë neve hyrjen matematikisht, sepse unë kam frikë se a do arim do të pasaj të marrim edhe atë qoftë edhe atë 1 pikë në ndeshjet e fundit. Ndërsa nga ana tjetër pasaj është kjo pjesa tjetër që unë e kam thënë që në fillim, që Pogradecin e kam dashur të jetë në superiore, po këta më mirë mos i kesh në superiore, se me ato lekë që ka i presidenti, këta i ke përmend 4 pasaj, dhe do bëhet pasaj bëhemi ne, Ignati, Elbasani, bën ja 6 ekipe që do pretendojnë për të 4, që të motivojnë edhe të rinj. Do duhet që të investojmë shumë dhe nuk e dia do investojmë shumë dhe pastaj kemi problemet tona. Mirë po, ideja është që më mirë mos hynë, që të jemi pak më të qetë, se po hynë bën një nivel me ekipet që do investojnë, se është e sigurt që presidenti këtyre do investoj shumë lekë. Shko, me që ishim tek Superliga, Ilti më ndihmo pak, çfarë ka ndodhur këtë javë në Superligë dhe ndeshja tani e momentit? Po, momentalisht është duke u luajtur dueli me Elbasanit dhe Partizanit, janë minutat e fundit, rezultati shënon 2-0 ndërkohë për ekipin e Elbasanit, ndërkohë që ditën e sotme Bylisi barazoi ndaj Dinamos me shifrat 1-1, Tirana Egnatia ditën e shtunë 3-1, Vllaznia Teuta po ditën e shtunë 1-0 dhe ditën e premte dueli Flamurtari Vora 1-1. Vllaznia ka siguruar që 4, domethënë, që në këto momente. Edhe sepse duhen 5 javë. Po, përsa i përket pjesës së Final Fourit, besoj nuk është se kishte shumë histori për pjesën e Vllaznisë, se gjithë lufta qëndron mes Dinamos dhe Partizanit, cila do të jetë skuadra e 4. Po interesant është fakti që kjo fitoria Elbasanin me 10 lojtarë ka ngushtuar sërish distancën mes Vllaznisë në 3 pikë dhe duke se edhe Superioria do të jetë zjarr për sa i përket qoftë titullit, por edhe mbjetesa pasi shikojmë 3 ekipet e fundit me pikë të barabarta, ndërkohë që situatë tepër e vështirë për Flamurtarin që do t'i duhet një mrekulli me 26 pikë. Për ta mbaruar edhe pak edhe se përpara se të them diçka për Superligën edhe diçka të fundit, se Pogradeci nuk e ka problem. Jo. Pa bre misione Pogradeci. Po mirë kemi zgurën këtu tani, dëgjoj, po flas riskun që kemi ne Pogradeci, por po flet negativisht. Jo, po jo, pozitivisht po flas. Atë që po thua si dua valla, Superligë. Jo, po si duam, po çfarë thua ti? Unë dua të mirë ekipin tim. Unë dua ekipin tim, edhe e ka diçka, jo ta mbaroj ti çfarë. Kemi thirrë si tifoz këtu. Jo, prit, po dakord më mos ti analizon tani, nuk je tifoz. Unë analizoj. Po zemra prapë. Po unë po prapë ty të rri pak zemra tek Skënderbeu. Unë kam shpjeguar bre që unë analizoj, po është Skënderbeu mbi të gjitha, unë kam ardhur si tifoz, le ç'kam kaluar tani opinionist dhe analist, por dëgjoj një sekond tani. E diçka tjetër, Pogradeci nuk e ka problem të marrë 12, 13, 15 lojtar, ashtu siç mori në kategorinë e parë. Kam frikë se këta tanët do na hyjnë prapë me boshtin e kësaj kategorie në superiore. Po se ka fajin Pogradeci. Jo, nuk e ndihmon Skënderbeun, mos hyrja e Pogradecit nuk është se. Jo. Do ta ketë alat, do ta ketë alat. Pogradeci bëhet bashk pasaj se do ketë kaq shumë investime, sa vetë si Vllaznia, do vetë si Vllaznia, si Dinamoja, si do jenë grupe ekipesh. Po vajtëm ne me këta lojtarë, ne po si hoqëm të gjithë këta, atëre po që mund të na vinë të ndjesi negativ, po ne do vëmë me këta lojtarë me bosht, kemi për të shkuar në superiore. Dhe po vajtëm me këtë bosht pasaj, edhe një që ta them këtu mbajmë mend datën, po vajtëm me këta lojtarë, po s'morëm ca, domethënë një sasi të mirë lojtarësh, Gjoka, nëse hym me Gjokën në superiore është i shkarkuar në dhjetor. Se presidenti ton nga dhjetori i bën ato lëvizjet. E ti kurrësh ndonjë trajner. Kështu që e kemi keq situatën, po të rëndësishme është tani që të hymë një herë, se pastaj flasim prapë. Po. Zguro, ju natyrisht e ndihni Skënderbeun, e njihni, mund të më thuash një opinion që ku janë disa pranëve pozitive dhe negative të këtij ekipi? Pozitive është që gjatë gjithë kohës ruhet një lloj harmonie mirë, një lloj qetësie. Ka një fanel të rënd. Normalisht, plus që është një lloj qetësie dhe kjo lloj qetësie përkthehet në rezultat. Por normalisht, siç e thash dhe pak më përpara, janë disa ndeshje, sidomos në këtë pikë që ka kampionati, janë disa penallti
të dyshimta, duhet thënë kjo, sepse veç në bashkëgojë mbyllur gjërat e vërteta duhet thënë. Në studio flasim hapur dhe diskutojmë në 5 javët e fundit janë dhënë 5 penallti. Kjo duhet thënë, është dhënë penallti në Fier, të është dhënë penallti këtu me Korabin që është shumë, të është dhënë penallti prap me Ilirin, të është dhënë prap penallti në Burrel. Domethënë janë tash futen kaq shumë në zonë dhe janë penallti shqet o fare, nuk e di unë tani, kemi gjithë sy, ka kamera, shqyqyr zotit. Si një ka shtë pasër tani sa të diskutojmë ne kemi 2 penallti gjithë sezonin. Lermo nuk po diskutoj penallti. Po tash çfarë të them unë? Unë po flas për penalltit. Ekipi i Burelit që luajtëm ne të ndeshje, luajti sikur kishte finalen e Champions League-s tani. Pse luajti Bureli kështu? Ja të ta shpjegoj unë. Bureli luan kështu sepse është 33 pikë dhe do gjashen për vete, siç ishte sezonin e shkuar në gjashe. Plus vjen ekipi i vendit parë, plus për post kësaj Bureli është një ekip fushe dhe normalisht që Bureli ashtu do luaj, si do t'i ta portën Bureli. Mirë. Po thot njëri për ta për portën. Po tani ky po thot si po lot Bureli, çfarë ti them unë Burelit? Mos i luaj forcë se ka Korça. Jo, s'punaj e Snerbeu, se shkon me ekstra motivim në çdo ndeshje. Snerbeu ashtu. Tani ti nëse ke ekipin cilësor, ti e mund Burelin pastër fare. Këtu ti jap të drejtë. Po çfarë të them? Po le mos përmend penallti kot tani se dhe ju po them, po Gradeci s'është kaq i pastër në ndeshjet e fundit, po duhet të thënë mos po të them. Jo, e vërtetë është. Unë jam futbollist dhe unë po të them, mua si futbollist nuk kam parë ndonjë ndihmës nga arbitrat, sepse më janë dhënë 2 penallti. Nuk më janë dhënë penalltit. Nuk më është dhënë penalltia në Kavaj. Nuk më është dhënë prap penalltia me Ilirin brenda. Domethënë mua më janë ngrënë penalltia në pikë këto për mua. Po ne i kemi marrë gjysma. Gradeci vetëm ndeshjen me Apollonin, mos gaboj që ka pasur me Apollonin. Ildi, më falni një moment pasi më vjen një mesazh ashtu siç kishim edhe në emisionin e kaluar me që jemi domethënë drejt për drejt, një gjyqtar që unë nuk mundet do t'ia them emrin, natyrisht këtij gjyqtari sepse nuk i lejohet për ta thënë një gjë të tillë, më thotë që gjithçka ishte shumë korrekte në rezultatin e golit, sepse gjyqtari kryesor ka marrë konfirmim thotë edhe nga gjyqtari 4 për të vazhduar lojën. Atë që sa më ne. Po, domethënë ma konfirmon një gjyqtar tani në këto momente. Pikërisht më dërgon një mesazh tani dhe thotë që gjithçka ishte e rregullt. Atëherë penalltia ishte e rregullt. Penalltia ishte penallti. Ishte penallti e parë. Tjetër gjë se humb pastaj po. Dhe te rasti me Ilirin që të ka mbetur në mendje. Mos ta kthemo Petrika, pranë Iliria na ktheve. Nuk është vendimtar për penallti, por kontakt ka dhe arbitri ka parë kontaktin. Po. Atëherë kalojmë pak tek ndeshja e Pogradecit, një fitore do thosha që më çuditi fakti që Zguro tha në emisionin e kaluar se tha që do të shënojmë goçi nga tuneli. Pra duket Zguro ishte motivimi i këtij ekipi për ta nisur lojën me agresivitet dhe për të dalë sa më shpejt tek goli më pas për të patur qetësinë. Okej, ti bën pyetje, unë do ta kthej me një pyetje. Ty edhe gjithë ftuarve këtu. Për mendimin tënd, me sa i njefti sportin, kush ekipi më cilësor në këtë kategori? Momentalisht që flasim. Jo, dakor, po flasim pak për këtë ndeshje. Po jo, edhe unë ti me pyetje, edhe unë po ta kthem me pyetje. Sipas te, më jep një mendim. Ta japun përgjigjen. Po, ma jep ti. Ekipi më i mirë është Pogradeci. Por Pogradeci nuk e ka lënë lojën që të shkojë drejt rrjedhës së saj. Ka bërë ato manovra çfarë ka bërë. Tani ekipi më i mirë është kjo. Jeni bre. Unë këtë, shiko, të them të drejtën e kam vërtetuar këtë javë nga një gazetar që kam komunikuar. Nuk e njihja shumë ekipin e Pogradecit, po më shpjegoi 2-3 gjëra që unë ja besoj fjalën atij sepse është ndjekës i mirë dhe unë dola në këtë përfundim që unë e kisha thënë më përpara që Pogradeci ka super ekip, ka super lojtar, mund ta kaloj këtë. Por ju e keni prishur pak në atë pjesën tjetër pas fushës. Kur e thua ti që je tifoz dhe plus je tifoz i Skënderbeut, kur e thua ti këtë, mos ke mund besimin që janë futbollistë aty brenda. E ke. Jo, natyrisht askush nuk diskuton. Nga kjo lloj besimi dhe duke parë pavarësisht se Kuksit ti dushin pikët për vete. Të lutem regjia mundet të më jap edhe golat që ka shtuar ekipi Pogradecit ndaj Kuksit, ndërkohë që Zguro komenton pra atë çka ka ndodhur. Gjithsesi çka ka ikur. Fokusi jonë është tek ndeshja e Laçit. Ta diskutojmë pak të ndeshje Zguro sepse ishte delikat edhe për ekipin e Kuksit, pasi Kuksi po lufton për mbijetesë, natyrisht Pogradeci ka objektivat e veta, kështu që s'të fal njëri në këto momente. Kjo ndeshje kaloi siç e thash sepse fokusi ishte atë ditën e ndeshjes, kaloi me një golat për ekipin ton, gjë që na jep besim për ndeshjen me Laçin, dhe gjithë fokusi jonë është tek ndeshja. Mos gaboj, ky është goli i parë. Dhe gjithë fokusi ky është goli i parë për 30 sekonda. Po. Edhe nuk e di tani Petrika, kjo fushë të pëlqen. Ky është goli i dytë. Po. Kushtet i kanë atje? Stadiumi është i rregullt?
Duket sikur Pogradeci tani nuk po shpërdoron. Dhe goli i dytë ishte i shpejtë, ishte brenda 10 minutash 2 gola. Po shënoi në një moment në flash score ka kaluar ndeshjen 1-1. Shënoi një moment kuksi. Shënoi bëri autogol po. Kam të dhënë një mos po bëj publicitet. Po pate frikë nga flash score. Po jo mos po bëj publicitet. Ja, ky është goli Kuksit. Kështu që i them dhe Sigurisht ishte më shumë autogol apo gol? Autogol. Kështu që i them edhe më shumë Petrigës se më atë e kam. Po. I them ri që duro dhe 5 ditë, edhe do shofish forcën e Pogradecit ditën e diel në Laç. Shpresoj në rregull të uroj gjithë të mirat, po edhe diçka, të kesh ekipin më të mirë në superior, në kategori të parë, dhe të kesh gjithë ekipin më të mirë, nuk të bën që ti fitosh të gjitha ndeshjet me kollaj. Kështu që kjo është ideja. Sepse ja ku jemi në vend të tretë. Nuk janë motore dhe ja ku jemi në vend të tretë. Por për të tregu forcën tonë do duket kundra rivalëve direkt. Sepse çka ka kalu siç e thash, ditën e diel me Laçin. Do jetë super ndeshje vërtet ajo. Pavarësisht se ti je kundra, nuk e do Pogradecin Super League. Se peq ishte pak shaka ajo që jo mos është fare shaka. Jo, shiko, se ishte pak shaka ajo. Tani ndaj mendjen, e do apo nuk e do? Jo, për interesin e Skënderbeut nuk duhet të hyj. Po ha pra tani shaka. Mirë, po është kjo pjesa këtu që ne do kemi mundësinë për të shkuar në Pogradec për të parë edhe një ndeshje se për të thënë të drejtën ju na prisni. Megjithatë se këto janë fjalë studio, më shumë i tregon në fushë Blert, ditën e diel të ftoj ta ndjekësh me shumë interes ndeshjen dhe të shikosh fuqinë e ekipit. Unë do jem në tribunë dhe mbrapa ka një klubi aty, ka një televizor, dhe aty e sigurt që do jetë Pogradeci me Laçin. Do ta kthej kokën. Po nuk do jem Pogradec sepse ka mall intim. Në Laç. Ka mallin tim. Petrika, të jap një informacion tjetër. Në drejtim të Laçit ka autobuza falas që nga Pogradeci, kështu që mund të shkosh. Kjo është mënyrë fantastike menaxhimi një. Po pra. Po bën të njëjtin gjë që e kanë bërë tatanët. Po Skënderbeu ka harruar ato autobuzat. Kanë harruar ato. Tashi më shpresojnë të keni makina me gaz ton ata edhe nisuni. E kemi pak keq. Ildi, çfarë shikon te ky Pogradec? Po Pogradeci ka rritur ndjeshëm atë pjesën si të lojës, por edhe rendimentin e pikëve dhe besoj se të gjithë liqenorët ndjen atë keqardhjen e gabimeve në fillim, pra që në nisje, në qoftë se nuk do të ishin bërë ato gabime, qoftë me afrimin e shumë lojtarëve anonim, apo derisa u gjetën, derisa u fut në shina, pasi nëse do të kishim një situatë ndryshe. Dhe shumë lëvizje ka për Pogradeci, zguro, Po shumë pra, lëvizje. kjo është ajo çka e penalizon. Tani kur vin disa lojtarë që s'kan luajtur asnjëherë në Shqipëri, Ky është keq menaxhim. Është pak e vështirë për t'u adoptuar, megjithatë ka qenë pjesë e stafit që ka qenë, sepse s'është më. Po. Kështu që me stafin e ri ne kemi vetëm një humbje në 5 muaj, por në total kemi 3 humbje. Kështu që nuk besoj që jemi keq si ekip, por ja që edhe ekipet, 2 rivalët tanë janë akoma pak më mirë se ne, sepse kesh 3 humbje gjithë kampionatin, nuk besoj që është keq. Mirë po, prapë si jemi në 2 vendet e para. Se kanë qenë edhe ndeshje shumë të evitueshme, pasi të kujtojmë këtu humbjen me Gjirokastrën, barazimin me Ilirin, por edhe barazimin me Besën, në qoftë se do të ishte ky Pogradec në këtë formë. Petrikës se na është ngrënë penalti me Besën. Në Luz në Luz ka qenë sa, brenda se di, pasi ka qenë edhe sistemi VAR edhe nuk ka ndërhyrë. Kështu që sistemi VAR si vetëm shumë s'ka patur se ka patur. Po aty ka qenë të ndeshje. Në fillim u nisi me statistik të ta them këtë në atë, keni fituar më shumë pikë jashtë fushës se brenda fushës, domethënë kryesisht pikët si viti keni lënë Pogradec. Pogradeci ka qenë ekip fushë, domethënë zakonisht thuheshe, dhe ishte ai që merrte, domethënë ndeshjet jashtë kishte problematikë e veta, duket tani sikur situata ka ndryshuar. Po duke parë që na është dash rezultati me patjetër në ndeshje me Luftarin ishte pak fat i keq sepse kishim karton të kuq që pjesën e parë. Po. I kemi barazuar në 2-2 pasi ndeshja ka ikur në 1-2 dhe jemi edhe para për të bërë golin 3-2 dhe jemi psuar 2-3. Zguro, ty të kam në studio, po kam një tjetër Pogradecar që në këtë moment më pret në linjë të drejt për drejt dhe është gazetari Redi Dondollaku. Redi, mirëmbrëma. Mbrëma ditë. Ju kam darë, ty në Pogradec, Zguro në mora këtu, kështu që... Tani, Zguro foli pak a shumë për ekipin, por desha të dhja një opinion nga ana jote.
Por në ratë të parë të themi se ardhe, se na u vonove shumë, bëre ca mungesa, I kishe me arsye, por që gjithsesi edhe mungesa... arsye personale. Po, edhe Petrika si mësues nuk të vuri mungesa. Sa ti ka pa arsye, s'është... Po nuk arriti te në përjashtim. Jo, shiko, Dindipit ja ka shpjeguar situatën, se jemi fokusuar më shumë këte nga profesioni parë. Futbolin ala pa lek në ala. Jo, mere shumë nga volejbolli femrave. Po vetëm në ky profesion e mbaruam. Mere shumë. Atere, Redi, të lutem, më fol pak për atmosferën, çfarë po ndodh në Pogradec, lajme të shumta vinë nga Pogradeci, autobuza falas, premio, atmosfera në qytet, mund të më bësh një përshkrim? Sigurisht ka një atmosferë të mirë tek tifozët, shumë, por edhe tek klubi besoj, këta mund ta konfirmojmë së miri zburo, pas fitores me shifra të thella këtë javë, me rezultatin 5-1 me kundër ekipit të Kupsit. Situata është e mirë. Presidenca ka vendosur autobuza falas për ndeshjen e Laçit. Gjithashtu sot lajmi I fundit është në faqen zyrtare të klubit 50.000 euro për fitoren Laçit dhe 100.000 euro për ngjitje në Superligë. Gjë që zburo me shok duhet ta shohin si plus, normal, sepse përveç se do japin meritën një qyteti për të ngjitur pas shumë vitesh më shumë se një dekadë në Superligë, do mbushin edhe xhepat e tyre. Jo, shko, zgurua më shumë nuk I qëndroj kësa pjese, nuk e di, dhe më ka marrë shumë, duke gjatë rrugës. Jo, I qëndrojmë kësa pjese. Jo, dhe tha që ne im shumë, tha të përqendruar, tha tek ajo çfarë do t'i dhurojmë sportazëve tanë, tha. Por fakti që javën e ardhshme, pra do të luhet në Laç, javën e ardhshme këtë javë, do të luhet në Laç, por a ka interesim nga tifozeria, me sa ke informacion Redi që do t'u thoj drejt Laçit? Shiko, lajmi është për sot I këtyre autobuza e falas, sepse dihet kur ka autobuza falas edhe vit kishte autobuza falas edhe biletat paguara nga klubi në ndeshjen me Tiranën e Elbasan. Por sigurisht që do ketë besoj, do ketë interes normal, sepse është një ndeshje para finale, më thash, ose më saktë finale, sepse në qoftë se Pogradeci fiton në Laç, unë besoj se pastaj ka në dorë Superligën. Pra, ka mbet në dorë Superligën. Kjo është ndeshja që do të vendosë gjithçka. Po, gjithçka. Është edhe ndeshja me Skënderbeun. Natyrisht. Ta themi drejt Pogradeci e luan sezonin në këto dy ndeshje, pasi rrugën e ka patur asfalt. Deri tani bashkohem edhe atyre që tha Petrika. Rruga ka qenë asfalt, Skënderbeu ka qenë edhe Laçi, jo se ka patur drejt, asfalt e ka kështu malore, edhe Laçi asfalt e ka patur, por Skënderbeu është ekipi që ka patur më të vështirë. E them që në qoftë se në këto dy ndeshje me Laçin e me Skënderbeun, Pogradeci arrin të marrë 6 pikë ose në qoftë edhe 4 pikë, 3 pikë në Laç, qoftë edhe barazim me Skënderbeun. Atëherë këta çuna meritojnë duart rokite të mëdha edhe halal për atë ngjitje që mund të bëjnë superiore. Laç ta fitojnë dy të fundit. Atëherë, Redi qëndrojmë pak tek voleybolli, pasi kemi shumë derbe se çfarë po ndodh me futboll, me Pogradeci, voleyboll. Ja u kemi marrë, ky ka qenë viti jon, 2-1 ju mundëm në Korçë, në futboll. Këtu ju kemi mundur 2 herë. Po, Redi, dëgjoj, Redi, ne Korçarës quhemi për lokalistë, po ju Pogradecarët ju Niprit që keni akoma më keq. Po. Apo jeni më tetur. Shko, ka një buzëqeshje tek zgurua, erdhi buzëqeshje tani në këtë moment. Po ndjenaj. Ndjen, Po ndjen normal tash, sepse ju atëre kalojmë pak gjithmonë ti kështu më lart. Po, kalojmë pak tek voleybolli. Në ndeshjen e parë Pogradeci fiton 3-0 ndaj ekipit të Skënderbeut. Binç. Mendoni se... Binç. Po, më thuaj. Pra, ndërkohë që nga ana tjetër, Brendon dhe Tirana fitojnë ndaj Dinamos? Dinamos 3-2, po. Ndaj Dinamos? Në gjysmëfinalen e femrave, po. Po. Redi, duke tani sikur finalja do të jetë Dinamo Pogradeci, si e parashikoni? Besoj se finalja mund të jetë Pogradeci Tirana. Mendoj se mund të jetë Pogradeci Tirana. Po në lojë, ndeshje e parë 3-0 po them. Po mirë, sot gjë 3-0 ndeshje e parë. Natyrisht pra, janë 3 ndeshje, janë 3. Ajo punë ka mbaruar, Pogradeci bën triplete këtë vit në volejboll. Pra, me atë ekip, me ato financa, me atë buxhet që ka Pogradeci, si futboll, si volejboll, po sidomos në volejboll, se futbolli është shumë i vështirë, luhet edhe prapa kuintave, por në volejboll me ato kundërshtarë, me ato Dinamo të rënë në këtë fazë të dytë, Pogradeci e ka patur shumë të lehtë. Shiko, Redi. Duke efektuar këtu që ka patur një grup me lojtare shumë të mira, të mirë paguara edhe... Redi,
Volejbolli ka një gjë të mirë që nuk ka përplasje të drejt për drejt me kundërshtarin, nuk ka kontakt fizik se ka një rit. Futbolli është pak më i vështirë se ka përplasje shumë. Apo zgro. Ka përplasje edhe në fushë, po edhe prapa kuintave. Po e po të gjitha mund të kenë, kështu që. Okej. Çdo sporti ka ato. Atëre, Redi si e parashikon tek ndeshja e radhës Pogradeci Laçi. Kthehemi tek futbolli. Po sigurisht që është e vështirë, vëmendja e gjithë Shqipërisë besoj se do jetë aty në kategoria e parë në Laçi Pogradeci. Po tash unë shpresoj sepse do të thënë është treguar Pogradeci, do të thënë edhe pse në ndeshje do të thënë kur me Laçin e ka mundur në Pogradeci, e ka barazuar në Laç. Po. Skënderbeun jemi mundur me lojë të mirë këtu në Pogradec, por ja kthejmë reston në Korçë, mundur në Korçë. Kështu që pse jo edhe fitore them, e vështirë është fitoria, sidomos në. Po natyrisht e vështirë do të jetë për të dy ekipet, do të jetë vetëm për Pogradecin, do të jetë edhe për Laçin natyrisht. Laçi kam shtypje mund të lojë për barazim. Po. Laçi mund të lojë për barazim. Besoj se presioni i madh mund të jetë te Laçi. Mendoj unë se presioni do jetë më i madh tek Laçi. Po, zguro, keni filluar të ndjeni presion apo ja? Thënë drejtën, s'kemi se qa humbim, besoj që presion më shumë do këtë ekipi Laçit për faktin që... Duke që jeni me Redin në një Po për faktin që i ka lojtarët më të rinj moshë edhe është mëse logjike, do me thënë edhe si kur ta thonë... Është dhe brenda fushës? Është dhe brenda fushës së vetë? Është mëse logjike, do me thënë. Ajo lloj ndeshje për mendimin tim s'ka barazim. S'ka barazim. Për mendimin tim. Duhet gjithçka për gjithçka. Redi qetëso, gjithçka për gjithçka, thot Zguro, do të jemi në këtë ndeshje. Unë shpresoj të ketë shumë tifoz Pogradectar që si atmosfera duket akoma e bukur, por më vjen keq nga këto situatat e fundit që ndodhen në Shkodër, edhe ku në një qytet si Shkodra. Edhe kjo ndoshta edhe i ndërlikon si këto. Po mirë, edhe në Laç se kjo s'është e lehtë për tifozët. Po sigurisht edhe Laçi ka qenë një fushë që është mbajtur për vite me radhë për fakt për është këtyre qetani, është shumë e qetani. Për probleme, por që futbolli ka ndryshuar edhe gjithmonë federatat paktën këto vitet e fundit i ka dhënë apo jo më Petrika, i ka dhënë një goditje këtyre imazheve të këqija. Mundohet, është munduar. Mundohen ata spitët. Redi, të falenderoj shumë për këtë lidhje që patëm së bashku. Dhe do të jemi përsëri jemi sërish. Inshallah javën tjetër të vi me fitore kundër Laçit. Okej, nëse fitorin ndaj Laçit, po ta bëj ftesë që sot do të jesh këtu në panel. Faleminderit. Dgjoj, ka mallin tim ta thash, ka mallin tim. Po Redi, falenderoj. Falenderoj se sot thash, domethënë në studio sot do të jetë Skënderbeut fitore dhe jo kam thënë Skënderbeu është i pari në kategorinë e parë. Gazetarët që marrin nga jashtë, të gjithë këtë mendim kanë. Asnjë se ka parë. Po nuk është nga jashtë, brenda është Redi, nuk është lidhje. Asnjë se ka parë. Nga jashtë. Redi, falenderoj shumë. Falenderoj pa masë për këtë lidhje. Faleminderit. Natyrisht diskutuam, domethënë duket emocionet do të bëjnë të vetëm, Zguro jep siguri, fal edhe përvojës. Ajo çka urojmë besoj të gjitha që të bëhet një ndeshje fair, mos kemi skena të shëmtuara, por ajo çka është e rëndësishme natyrisht është edhe sistemi VAR, është një ndeshje që me patjetër duhet të ketë sistemi VAR. Me sistemi VAR pasi eth në erë të gjithë sezonin. Edhe arbitri është i FIFA-s. Shiko, gjyqtar keni kërkuar tuaj apo ja? Normalisht arbitri e them me bindjen. Jo, keni kërkuar gjyqtar tuaj ju si klub apo ja? Unë di që do jetë arbitri FIFA-s. Domethënë arbitri më i mirë në Shqipëri. Mos ki besë në ata. Ka ardhur e nea Jorgji dhe e dim çfarë na ka bërë. Ose në kokës ishte i FIFA-s me FIFA-s juaj. Si kapiteni i ekipit që jam, unë di të them këtë gjë që nuk ka shans me na mbajt kundër atë lloj ndeshje. Domethënë unë di të them që do jetë 50-50. Këtë lloj bindje ka marrë nga presidenti, sepse edhe vjet në play-off që kemi luajtur kundra Tiranës, me them me bindje arbitri ka qenë 50-50. Na mundi Tirana me autogolin ton pak rëndësi ka, i dham dorën, vazhdojnë Super League. Kështu që le të fitojmë më i miri. Nëse është sistemi VAR, gjëra. Arbitri këtë lloj ndeshje nuk e merr dot guximin me prish. Gjithë vëmendja natyrisht do jetë ajo ndeshje. Domethënë as për ne as për Laçin. Ku s'është duar në ajo ndeshje. Nuk besoj se tërë Shqipëria do ketë vëmendje. Ma 50-50. Ka është Laçi më i mirë, t'japim dorën, suksesën Super League. Po një pyetje kam për zonë, pse mendon? Okej, nga Pogradeci është sigurt që dojmë për fitore, po nga Laçi pse mendon që për shembull barazimi si rezultat nuk i lëverdit Laçit? Do pranojmë ne barazimin, do idhen. Dakor, vetëm për ju, okej. Sa ata po të ishin vetëm Laçi do të luajë për barazim. Do idhen këta, do shënoj Laçi se do janë gjithë përpara këta. E mbaron. Inshallah fjala jote nuk del, po që Po.
Ndërkohë kam lidhjen e radhës, kam Fatmir Efisës si gjithnjë në këto momente. Fatmir, mirëmbrëma, të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë. Në studio kam Vangjir Zguro, natyrisht ju shpesh rini shprehur për Zguron me shumë konsiderata dhe kur të them Zguron, dua të them faktin që këtë javë ne po diskutonim në studio, do të jetë një prej atyre kryendeshjeve, besoj Laçi po Gradeci. Pa diskutim, po nëse një barazim i tyre në Laçi po Gradeci, festa në Korçë fillon më shpejt, Madomendja. Ndërsa sigurisht nëse do të futen të dyja skuadrat e Juglindjes, si Skënderbeu, si po Gradeci, do të ishte vërtet një ngjarje e bukur. Jo se kam ndonjë problem me skuadrën e Laçit, po e vërteta është që luajnë më ëmbël, të dyja Skënderbeu në veçanti ka një teknik brillante, ndërsa po Gradecit ja kanë zbukuruar stilin e lojës të huajt me cilësi të mira. Këtu është një kapiten që i udhëheq të gjithë ata në fushë. Ky quhet Vangjir Zguro, që ju e keni sonte në studio, dhe është një mik i dashur i futbollit për të gjithë Juglindjen e Shqipërisë. Si parashikon ndeshjen duke parë ato çka kemi parë deri tani, pra që kemi ndjekur Laçin, që kemi ndjekur po Gradecin, si parashikon këtë ndeshje? Po qëndroj në fillimisht tek aspekti sportiv, sepse ju analizoni dhe nga ana teknike. Pra si e shikon këtë ndeshje? Kë shikon që ekip që mund të ketë më përparësi? Tani e vetmja aleancë, nëse do të themi kështu, është ajo që Laçi e bën me tifozët e vet. Luan në shtëpi dhe e vërteta është që në Laç ne e dimë të gjithë, ka vite të tëra që historia e tifozërisë atje kam parasysh edhe në ndeshjen e play-offit para 2 vitesh që bëri me Flamurtarin, ne e dimë çfarë ndodhi, ishin tifozët ata që vërtet i dhanë në shkëndijat e duhura ndeshjes dhe e quan skuadrën e tyre të fitoria. E vetmja gjë mendoj që do të jetë plus për Laçin është tifozëria. Po. Dëgjova një lajm që do shkojnë 3 autobus nga po Gradeci në mbështetje të skuadrës. Fatmir, Zguro thotë nuk dihet sa autobusat janë pa limit të po Gradec. Mundet, por edhe kjo numri është i limituar, stadiumi ke i futbollistëve. Dhe ai motivim me 50.000 euro në mos gaboj, që është vënë si premio për po Gradecin, do të jetë, duhet një skuadër që të luftoj shumë në fushë, mos i ketë mendjen shumë të premia të parat, po të futbolli i luajtur në fushë dhe të demonstrimi i cilësive më të mira sportive. Nëse kjo do të ndodhi, kam parasysh që Laçi ka vuajtur edhe me besën, nga 3-0 në 3-3, dhe ka fituar ndeshjen me vështirësi, ka vuajtur edhe me ndonjë skuadër tjetër, por Laçi në fakt e vërteta është që ka patur, sikurse dhe po Gradeci, kanë patur një ecurim më të mirë në fazën e dytë dhe të tretë, pse jo edhe më të mirë nga Skënderbeu, që ka qenë shumë e mirë në fazën e parë. Fatmir, përballja Skënderbeu Kastrioti. E quaj një përballje formale. Po jo, janë Kastriotët që janë e njëjta familje nga emri. Nga e njëjta familje janë, por Skënderbeu është shumë më i madh se Kastrioti, që ka qenë vllai i vogël i tij. Po Kastrioti mos ka ndonjë Hamza me vete? E vetmja gjë që ka Kastrioti janë 3 lojtarë vërtet mirë. Janë Dorsaku Devi Kaplani, djali i Xhavahir Kaplanit, është një sulmues tjetër nga Kavaja, madje janë bërë 2 tani sepse ka shënuar gola në ndeshjet e fundit Flavio Meçia, është dhe Edmond Hoxha. 3 janë lojtarët ku Skënderbeu duhet të ketë kujdes ndaj Kastriotit. Shiko, ne nuk kemi frikë se kemi një portier nga Kavaja. Sigurisht ai ja di lojtarëve që përmenda unë dhe mund të jetë një duel 3-1, por portieri Dopiani është vërtet një talent. Fatmir, nuk e dihet Fatmir nuk e dihet Gjove Zgurën apo jo, tha, po mund t'ja ditë ato antedopta, tha, ati portierit, tha. Mundet, por kam parasysh karriera e tij edhe pse edhe është një karrierë e mbushur me disa rezultate që të bëjnë optimist, dhe Skënderbeu pati fatin që me Marko Alien që zëvendësoi pikërisht Dopiani për shkak se ai është dëmtuar dhe uroj që ai të shërohet edhe të rikthehet në ekip, por duhet thënë se fati i Skënderbeut është se mori një portier më së të gatshëm dhe më së cilësor
që ta mbroj portën koçare me dinjë. Po, Fatmir, kisha një pyetje të fundit, po nuk të lej Petrika, po më bën shenjë thotë kam një pyetje, më çmendi. Po Petrika. Na the Po përshëndet më njëherë, përshëndet. Përshëndetje. Përshëndetje. Na the përpara disa javësh do fillonte puna për atë stadiumin. Si u bë se është situatë shumë e keqe ajo. Po na del stadiumi në Facebook, po shikoja që parë dhe doli stadiumi në një gjendje të tmerrshme. E vërteta është se tani ajo që kam parë sot edhe unë, sikurse dhe ju, këtë zhurmën e madhe për stadiumin nuk po e bëjnë më tifozët, nuk po e bëjnë më qytetarët, po sot e ka marrë përsipër ta bëjë një parti politike, nuk duhet përmend emra, por stadiumin nuk e bëjnë partit. Stadiumin e bëjnë parat, stadiumin e bën impenjimi, stadiumin e bën ajo që quhet përgjegjshmëria qytetare që fillon nga pushteti vendor dhe vazhdon pastaj në segmente të tjera. Por besa nuk po vuan këtë, besa po vuan një marrëveshje të bërë me FSHP-n, ku është deklaruar 70% të gjithë shkaje për stadiumin e ka FSHP-ja dhe vetëm 30% ka Kavajja. Ndaj dhe përgjegjësia do të thoja ka dhënë më shumë në anën e FSHP-s në këtë moment. Fatmir, një pyetje. E shikon tani Besa, sepse në emisionet e kaluara kemi folur që Besa kishte momente që dhe mund të rrezikoheshe për të rënë nga kategoria, por tani duket se po shkon drejt asaj fazës së play-offit. Unë kam thënë me kohë edhe vazhdimisht thuajse në studion tuaj që Besa çështjen e play-offit ose siç i themi ndryshe për të kërkuar ngjitjen në Superligë nga dera e pasme, pra nga 2 ndeshjet e play-offit dhe e treta e vërteta që mund të jetë mendohet ose me Bylisin ose me Vorën, sepse Tirana kam përshtypjen se do të shpëtoj. Ajo që them me bindje është që kjo besë, ndryshe nga marrja e pikëve maksimale që si ka arritur t'i ketë të tilla, por ka siguruar në ndeshjet e fundit të aktivizojë lojtarë të ri nga brumi vendas, siç e quajnë ndryshe, dhe kjo përbën në një farë mënyrë një shpresë për perspektivën më të mirë të futbollit Kavajës. Sa do talente ka patur Kavaja, edhe Fortunatin, e Lokani... Jo, natyrisht Fatmir, ju më përmendet shumë... Forca e Besës ka dalë gjithmonë nga brenda radhëve të veta, dhe asnjëherë do thoja nga duke hapur sytë nga të huajt e mirë që ka patur dikur, apo pak ose pjesërisht të mirë këta që janë tani. Fatmir, të falenderoj pa masë për opinionin tënd, e natyrisht dhe të flasim javën e ardhshme, do të jetë një javë natyrisht emocionuese, do të jetë fundi verdikteve dhe ne mund ta kemi më të lehtë edhe për parashikimet. Faleminderit Fatmir Efica, ikone gazetarisë Fatmir Efica, e kishim. Faleminderit ju. Zguro, më prit përshtypje fakti që Fica tha që ne do luftojmë nga dera tjetër, tha domethënë për tyr. Tani nuk e marr vesh kush do jetë nga dera tjetër, do jetë Laçi, do jetë Pogradeci, do jetë Besa, apo kjo e bën më të bukur gara. Ka shpresën e vet, prandaj futbolli është i bukur, kështu që Fica ka besimin e vet. Inshallah të shpresoj nga dera tjetër. Dhe ku ka derë për Kavajën? Po mirë edhe shi çati them. Është e mbyllur ajo fare. Mund të ekziston. Kavaja të zënë një play-offin. Normalisht nëse kap play-offin, prap do ngelesh te Pogradeci ose te Laçi, po te Pogradeci me shumë mundësi. Edhe kështu që nuk e kalon dot Pogradeci, pastaj Pogradeci duhet fitoj përballë Besës ose që është e sigurt që do fitoj, dhe pastaj do matet me Vorën. Unë shpresoj të dalë Vora, se vetëm ashtu mund të kenë ose Bylisi se mund të kenë shanse. Ndryshe pastaj po ti do në Tiranë është pak keq. Tani ti kur s'ke shpresë te Laçi, si ke shpresë te Bylisit e Vora, se e kupton sa kontradikti. Jo, thash, nëse ju shkoni në vend të tretë. Po ti s'ke shpresë të mundi me ekipin e kategorisë tonë. Ndërkohë pas ke shpresë mundi me ekipin e kategorisë superiore në fushën e tjetër. Jo, nuk ka nivel. Jo, po që s'ka disnivel. Po them për ty, pa leçat e mund. Kto i the ti? Ore, kjo ishte aty është flasun Laçin edhe se mund do. Tani do apo nuk do ti, ne do ta mundim Laçin Laç. Do apo nuk do. Po mirë munde. Ore munde. Sot këtë. Ore munde, unë s'po të them asnjë gjë. Ja, tjetër jemi prapë inshallah. Jelti duke sikur edhe kemi edhe ato videot e vjetra të Zguros kur Skënderbeu ishte 13 pikë para. Po, Zgura tha që ne do të afrohemi, tha dhe mund të ikë dhe dorë për dorë ata. Ri se mund të dalë në imat me pikë tjetër në fund që mund ngelesh dhe jashtë Superligës, por ri se nuk i dihet. Kjo është e frikshme. Sepse në qoftë se fitojmë neve në Laç, ti rrezikon pafund vllai, kështu që ri mos hapi matematika të tjera se kjo është e frikshme. Unë do të them se s'kemi ekip ne, se po të kishim ekip ne nuk e lian
të fliste kështu. Petrika do... Mirë po nuk kemi. Se akoma nuk e ke Petrika po sigurt. flas pak me Brendonin. Fol. Që të fitosh dhe me Krujën e prap nuk e ke sigurt. Po, Brendon. Qofse fitojmë ne në lot. Shko, për të gjithë që na ndjekin. Çfarë mundësi dhe çfarë kombinime ka matematikore që mund të e nisi zgurua, thanë qofse ne fitojmë atje ndodh kjo. Domethënë me që jemi tek 3 javët e fundit mund të bëjmë edhe një lloj parashikimi matematikor se çfarë mund ndodh. Pra, duket të 3 ekipet janë në garë akoma tani në këto momente? Po. Sepse janë 9 pikë në lojë, por që të paktën mos gaboj, Skënderbeut i duhen 4 për të siguruar kalimin në Superligë, pavarësisht vendi. Nëse Pogradeci fiton të gjitha se distanca është me vendin tretë, pra përngjitjen direkte në superiore dhe po i marrim me radhë. Po. Skënderbeu ka kalendar pret Kastriotin brenda, shkon në Pogradec pret Laçin. Laçi ka pret Pogradecin këtë javë pret Kuksin dhe vjen në Korç. Pogradeci shkon në Laç pret Skënderbeun dhe mbyll në Gjirokastër apo kështu që janë këto 3 ndeshje për secilën nga skuadrat respektive. Duke qenë se në këto 3 ndeshje janë dhe gjithë përballje direkte me njëra tjetrën, si e Laçit me Skënderbeun dhe Pogradecin dhe Anasilltas. Kështu që duke parë që ndeshjet direkte janë zgjidhur, po shikojmë ndeshjet e fazave të kaluar, pra 2-1, 1-0, pra ndeshje me rezultat të ngushtë për shkak të... Atëherë kalojmë pa konkretisht ose Ildi më ndihmo. Mungesa është Pogradeci. Për mua, nëse Pogradeci fiton në Laç, është e hapur çdo gjë sepse fitoria e Skënderbeut me Kastriotin nuk zgjidh gjë. Duhet të vazhdojë Skënderbeut të fitojë në Pogradec, të marrë një pikë në 2 javët e fundit me Pogradecin ose Laçin që të sigurojnë gjitjen direkt. Në qoftë se Pogradeci fiton në Laç. Mund dhe ekipet si Laçi si Pogradeci po e marrim të mirëqen që i fitojnë ndeshjet e tyre. Jo, po kalojmë tek kjo. Pogradeci fiton në Laç. Po. Skënderbeu fiton me Kastriotin. Skënderbeu shkon në Pogradec dhe fiton Pogradeci. Në të dy ndeshjet duhet një pikë. Duhet një pikë. Qoftë me Pogradeci, qoftë me Laçin. Domethënë nuk po bëjnë një kombinim të tillë. Ka nevojë të fitojnë Pogradec me një pikë në Pogradec. Po pra me një pikë në Pogradec, por unë thesha, nëse ndodh kjo gjë, ky skenar, atëherë në ndeshjen e fundit do të përballet Skënderbeu Laçi, nuk bëjnë dot me njëra tjetrën në asgjë dhe këtu mund të përfitojë Pogradeci në një nga këto 2 ekipe. Domethënë ne dalim barazi. Jo, Pogradeci ka të sigurt me 3 fitore le të bëjë ekipet e tjera. Pogradeci varet nga këmbët e tij. Kushdo të Romi nëse të kujtohet kam thënë nga fillimi i sezonit mos fitoj Pogradeci Laç, se hallën e tij. Po kam hallën e tij. Po prandaj po them. Po nëse mban mend 100%. Po çfarë kam thënë kur ishte momenti që Skënderbeu pati atë shkputjen e madhe me 8 pikë, 10 pikë dhe ishim në tetor në ton ato momente dhe nëse mban mend kam thënë Skënderbeu ka interes të mos e çojë në 2 ndeshjet e fundit, Pogradeci do përpiqet ta çojë në 2 ndeshjet e fundit. Pavarësisht se në këto momente 6 pikë duken shumë se 3 javë nga fundit je 6 pikë në aspektin e Skënderbeut. Formula është e tillë e bukur tani që tretë pra nga ngjitja direkte. Normalisht do dukesh një mision pothuajse i pamundur, domethënë që Skënderbeu të mos siguronte ngjitjen nga një nga 2 vendet e para. Megjithatë, prandaj thash, domethënë varet nga këmbët e tyre, siç varen edhe këta dhe Skënderbeu të mos shikoj fare çfarë do të ndodhë në Pogradec, të bëjë detyrat e shtëpisë me Kastriotin se kanë përshtypje, nëse do të shikojë, do të lër pikë apo jo Pogradeci, mund të shpërqendrohet këtu me Kastriotin. Të lëm pikëve vet. Kështu që siç ju bëri thirrje presidenti i Pogradecit dhe ka vendet e autobuza në dispozicion, në këtë rast në Korç nuk ju duhen autobuza në dispozicion se do të kryhet ndeshja në Korç me Kastriotin. Premion e kanë për detyrë për të fanellës të historisë të klubit. Po doj presidenti le të vër, po që ideja është brenda mundësive të gjithë tifozët e Skënderbeut ditën e diel në orën 15 të jenë në stadium pasi është një ndeshje siç është finale për Pogradecin, është finale edhe për Skënderbeun ditën e diel me Kastriot. Kjo është ne shikojmë ndeshjet tona, Laçi shikon vetat, Korça vetat, por që Petrika të hallka, domethënë, nëse fiton Pogradecin Laç, kallse ngelet jashtë vetë fare. Po mund këta thash në fillim kjo është vërteta. Ore vetëm hallën e Skënderbeut kam të gjithë Skënderbeut po thotë ç'të duhet le të bëj. Dhe unë hallën e Pogradecit kam, gjithë Pogradecin mësoj ç'do të nëse vetë ndeshja e fundit Skënderbeu Laçi dhe diskutohet një nga këto, në stadium ke 12000 tifozë. Po, o Ildi. Po e çuam. Se do kesh gjithë Pogradeci. Do vej Pogradeci. Ç'do Pogradeci? Jo, nëse luajnë në transfer në Gjirokastër, po do vinë tifozët. Në Gjirokastër për pjesën që vendosen fatet e Pogradecit, pra nëse do të largë ti, nëse fitojmë ne në Laç, i kemi Pogradec full stadiumin, kështu që kemi këto 12 futesh të Korçës. Shiko, o Ildi po shkuam atje, do ta bëjmë një lloj si me finalja që vendos fatet. Me Bylisin na ishin 6000 tifozë, 7000 tifozë. Me Tiranën na ishin 8000 tifozë. Plot ishte stadiumi. Edhe çfarë bëm neve në dritën? Ku ka po pati presion Skënderbeu dhe sidomos ky ekip mirë që nuk shikohet. Po pati presion, ne jemi të mbaruar. Prandaj po them, më mirë të fitojmë me Kastriotin, shikojmë ande mos dal do një X Pogradeci, edhe të dritën. S'kemi gjë tjetër. Kjo është ideja. Unë kam frikë në 2 pikët, pastaj kam frikë, a marrim dot një pikë ne? Se të vjen dhe Laçi të mund. Pastaj bie se meriton, po se meriton, prandaj jemi këtu ku jemi. Kam që në shtator unë që them. Diferenca për 6 pikë nuk të ngron?
Jo bre Romi, po jo bre me këtë ekip unë kam frikë fitojmë do të deshin radhës apo jo, çfarë thua ti tani? Jo, për mua me 90% Skënderbeu është një gjë, vetëm një vetvrasje Skënderbeu. Edhe për mendimin tim e ke 99%. Ja zgura e rritit sa, unë isha më modest, ishta 90. E gjithësisht ideja. E kam mendjen tek desha më. Mos është grac ky. E gjithësisht ideja, në fillim po e kam mendjen në shtator. Kur unë flisja. Ajli. Mund të jetë edhe një tip leçi që do se flasë. Ai pa ju kur të thotë 99% kot ta thotë më duket që 99% e ka të sigurt. Ai ta thotë ti vër vetë kënaqësi këta më që ta flen mendjen e të Olimpikut. Me Lirdajen, ndonjëherë apo jo? Kur ta drejtohet Skënderbeu. Jo, nuk ka. Daja gjithmonë para ndeshjeve kështu shumë të rëndësishme. Çfarë bënte? Në takimin e bënte me gazetarët, theshtë ju lutem, shkruani tani që 6 lojtar nuk i kam. Më mungojnë. I kam të vrarë, i kam. Ishte të smur ose me grip ose me. Jo, Gjoka nuk e bën këtë, nuk komunikon kështu, ka tjetër strategji. Shiko, ka bestytni, ka trajnerë që kanë bestytni të ndryshme, ma ajo është varet nga secili, varet nga njeriu ajo. Kështu që e trigari i qetë se 99% jenë. Jo. E di si shpuna Zguro që në fillim që në shtator unë flisnja për Skënderbeun dhe shikoja gjendjen që ky ekip kishte shumë probleme. Sot që jemi sot e kësaj dite, mua më takojnë njerëz në rrugë dhe do bravo të qoftë se ke ditur që në fillim që s'kemi gjë, bravo të qoftë se këta nuk shikohen me sy. Edhe me radhë. Kjo është ajo që unë kur të them që nuk e dua po Gradecin. Do më falesh një moment sepse kam në lidhje të drejt për drejt Gjergj Vyshkën në këtë moment. Vyshkë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma të shkuarve që ke në studio. Gjo ka pasur në emrin të uroj të gjithë krishterëve gëzuar Pashkën dhe Krishtin gjallë. Faleminderit Vyshkë. Po ju e keni thënë në emisionit. Të falenderoj shumë Vyshkë. Natyrisht ka qenë në studio debat, natyrisht është fundi dhe debati është i tillë. E dëgjoj debatin. Po mos më i benzinë më shumë tani, ha. E dëgjoj debatin dhe më duket sikur e kanë vënë përpara kapitenin e Pogradecit Vangel Zgurës. Dole në mbrojtje të Zgurës tani, ha? E di që do shumë Zguron. Me të thënë të drejtën, kam qenë ngarkuar këtë javë dhe nuk është se kam vënë re se çfarë ka ndodhur në kategorinë e parë për tjetër asaj çfarë kam parë në rezultatet në gazetën Panorama Sport, sepse për 3 ditë radhëzi eksklusiviteti i parë që vjen për herë parë në realitetin e radio televizion shqiptar ishte transmetimi i Kupës Botës së pentatlonit modern apo pesëgarshit modern në gjuhën shqipe. Kështu që di vetëm që ka fituar Skënderbeu, ka fituar Laçi, ka fituar Pogradeci, Petrika si gjithmonë që do të bëj atë kontrapedalin. Do të bëj kontrapedalin, por e di që Skënderbeu në fund sezonit do të vejë në kategorinë superiore. Ndaj jam pak larg se këtë javë sepse kam qenë 3 ditë nga 2 herë në transmetim. Pa mirë Vyshkë, pas lejes, mirë të vënë që të futu pak në punë shumë. Madje po të them që edhe për shkak të pentatlonit modern ne nuk kemi patur mundësi të transmetojmë as gjysmëfinalet e play-offit të voleybollit të meshkujve dhe të femrave. Po, Vyshkë, para se të kaloj tek voleybolli, të lutem, më jep një opinionin tënd të këtij javë luan Pogradeci Laçi dhe Skënderbeu Kastrioti. Një opinion të shpejtë. Laçi Pogradeci. Laçi Pogradeci. Korrigjoje. Po nuk e ndryshoj dot unë edhe pse thashë kështu s'ka ndonjë gjë. Apo deshet i faktori fush. E di që do të jetë në transmetim Laçi Pogradeci në rrjetin e radio televizionit. Pra do të ketë edhe sistem VAR. Dhe ende nuk jam i saktë, por për ndeshjen e dytë që ne kemi në program për kategorinë e parë. Megjithatë, më duhet të them që është sfidë luftuar, ka avantazhin Laçi të fushës që do të luajë. Shpresoj që të mos të jetë zhveshur nga ajo traditë e thojza e keqe që dikur fitonte me të tjera mënyra në fushën vet. Le të luhet futboll dhe të fitojë ai që i takon më i miri. Unë kam këmbgulur gjithmonë që Skënderbeu i vendit parë dhe Laçi i vendit dytë, shpresoj që Zgurët mos ma marri për kapital, por jam potencial i kategorisë parë për të ngjitur në superiore. Unë sa më shumë kundra dua sepse më shtohet dëshira për të luftuar ditën e diel akoma dhe më shumë, e kupton. Kështu që sa më shumë du kundra. Ti s'para bë kundërshtar kështu më çfarë patë? Ja. Tani, unë do dalë këtë tema ime që është voleybolli, sepse ne është surprizë në këtë gjysmëfinale të parë, fitoria e Erzenit me Partizanin në Fetiborova 3-2 dhe për më tepër fitoria Skënderbeut në Farie Hoti me Tiranën 3-0.
me të them të drejtën, ndoshta e kisha marrë një paralajmërim të vogël nga kampi kuq që kanë filluar të tundon apo të friksohen nga Erzeni, por për në një farë mënyrë nuk e prisja këtë fitore 3-0 të Skënderbeut në Tiranë. Ka dhe një ndeshje të dytë sigurisht që do duhet luajtur atë ndeshje e tretë, por më duket si rrallë herë finali e titullit kampion në volejboll për meshkuj do të jetë midis dy skuadra rreth këtë sezon surprizë për vjetën shqiptare Erzeni Skënderbeu. Dhe besoj se po vati deri këtu fiton Skënderbeu. Aty pasaj janë kokë në kokë. Unë ndoshta, edhe për faktin sepse ka luajtur finalen e titullit kampion vitin e kaluar dhe është në kampioni i Shqipërisë, Skënderbeu i bën Priksit mund të jetë një hap më përpara se sa Erzeni. Visht, falenderoj shumë për opinionin që më dhe këto informacione të cilat dhe të mërkurën që janë ndeshjet e këtimit të gjysmëfinaleve të volejbollit të femrave Skënderbeu, Gradeci dhe Dinamo Tirana, ne do të jemi në rrjetin e radio televizion shqiptar për gjithë ata që e duan. Dinamo Tirana në orën 18 në park. Okej, faleminderit Gjirvyshka. Falenderoj shumë për opinionin dhe për mendimet. Suksese edhe Zburos edhe po Gradeci. Faleminderit. Natyrisht do të qëndrojmë pak tek kategoria e dytë. Ildi. Po, përsa i përket kategorisë së dytë, gjithçka siç edhe ti e the në fillim të emisionit, do të ketë një derbi të Juglindjes përsa i përket vendit të 5, përsa i pra diskutohet vetëm për zonën e play-offit. Po, vetëm për zonën e play-offit do të zgjidhet mes shumë gjasa mes Maliqit dhe Devollit. Kush e ki fiton, kalon në play-off. Po, avantazhi vetëm i Maliqit është se ju në punë të dy rezultate, duke qenë se është 2 pikë para në renditje, por interesante u bë gara edhe përsa i përket fundit të renditjes, pasi tani... Ildi, para se të kalojmë, me që kam edhe zguron këtu, unë tani do t'jap një material, një gol, domethënë nga kjo javë, se çfarë ndodh edhe në kategorinë e dytë. Është ndeshja ndërmjet Butrintit dhe Partizanit B. Të lutem regjia, më jep pak momentin e golit nga kategoria e dytë dhe ta diskutojmë. Shikojmë, ky është goli i Butrintit. Po e ndjekim pak deri në fund se çfarë ndodh. Fiton Butrinti 4-2. Tani zguro. Ti je një ndeshje ku diskutohet vendi i parë me vendin e dytë. Të shnosh të gol dhe vetëm dy tuaj, Duart Rokasin atje. Po ishte... se ta thotë... është po ngjitet, Butrinti është vend të dy. Jo, Partizani B ishte bëshëtiti, ishte jashtë çdo lloj objektivi dhe... Po letit, shikoj pak, zguro. Shikoj pak të gol, të lutem. Mirë, ishte është dënuar me tifos. Po jo, dakord. Vale qa goli ka qenë, se mund të jetë dhe goli 4. Po qënë si ka, shikoj pak. Po jo më karën Shikoj, po qënë si ka më qarë goli, shikoj. Po jo, qëfëse është goli 4. Po jo më t'i ikin ata 4 bojtë, aty dhe mos kita sportiv. Jo, ishte ndeshje miqësore, pasi ishte pa objektiva Partizani B. Po jo më se s'ka kështu Partizani B, ishte pa objektiva dhe prish garën. Po s'duam ne, janë gjëra reale në futbollin shqiptar. Se janë pa objektiv, unë edhe e s'po vete. Që shko pa objektiv, ku ka pa... Ore, po ju në fushtë e lojës, po luan. Një ekip si Shkumbini, sot është në kategori të tretë për problematika edhe më të mëdha. Se hynë më këto ekipe kur prishi garën. Po përse me diskuton kur ta kam thënë që në shtator ekipet B, Partizani B dhe kush është B aty tjetër do vej deri në fund do t'i lërë të randeshit. Njëjta situatë ishte edhe Bylisi B mori kursin. Ashtu është ai mohabet. Si është ashtu ekipe nuk e ke për të ngjitur. Ore, ai kupton nga ana sportive se çfarë ndodh, kur luan kështu në kurisë të tjerëve. Po dakord, më e di unë këtë punë. Po si e di dhe më thuaj ti. Tani pjesën e kryesimit e shpëton fakti se ndeshja e fundit është Orikumi dhe Butrinti. Po, ndeshja direkt. Pra duket aty do të ndajë gjithçka. Tani, ky Partizan B, që deri para 4 javësh na luftonte për të zënë vendin e parë, dhe vjen tani këto 3 javë të fundit dhe fillojnë bëjnë nga kështu. Tani unë se kuptoj. Ajo ishte gjashtë pritesh e kot, kjo domethënë kjo është. Por është futboll kudo më Ildi. Është futboll për mua pak rëndësi ka. Je kategori të 2, të 3, të 4 apo të 5, kudo që je. Është futboll. Po ndodhi në superiore tash Tirana la ta. Nuk është justifikime ti, se ja la kjo ja la. Ignatia e la Tiranës. Por ne luftojmë fenomenin kudo ku është. Fenomenin e keni në 3 kategoritë më. Shikoj. Sot ta rregullosh ti futbollin. Tani pse flet tamam muhabet kavesh, ja la Ignatia Tiranës. Nuk flitet shumë. Ti që ja la Ignatia. 100%. Po nuk ja ka lënë më. Partizani B është një skuadër, se po e mundi Tirana ja la Ignatia. Çe po fletë. Njësoj si Bylisi B dhe Partizani B janë skuadra që kryesisht prioritet kanë pasur
aktivizimin e lojtarëve të stolit të skuadrave të para dhe të lojtarëve të rinj. Pse më 5 javë e para nuk luftonte për të aktivizuar ta dhe kujtua tani në 7 javë o Breton çfarë po flet tani? Tani ideja është në këto momente që ai nuk ka interes të ngjitet kategoritë të parë. Edhe? Po mos u më fare pse prish garën ti. Po mirë më thoj federatës një sekond, thoj federatës. Po jo, dua opinionin tënd, nuk po le të bëjmë një kampionat të ndarë me vetëm skuadrat B. Në rregull. Me qenë se prishin garën, po ne kemi parë dhe kur s'kan qenë skuadrat B, është prishur gara dhe me klubet tjera. Kështu që nuk është se ndryshon ndonjë gjë kjo pjesë e skuadrës B. Futbollit Romi është kjo që thua ti, po a mund të shmanget ky fenomen? Vitet e fundit e kam treguar që jo, përderisa ti ke pasur raste në superiore vjet, por edhe si vjet. Ma let ndeshjen e kupës të fust deri në kampionat. Po luftojmë këtë fenomen, ma nuk do t'ja di fare, ma nuk është justifikim kjo të brendoni. Nuk është justifikim kjo të brendoni. Organet kompetente që merren me pjesën e këtij. Ti japin dënime shembullore. Po më t'japin. Qofse vërtetohet se sepse ti kujto, ky Partizan ishte 10 javë e para që nuk falte dhe luante futboll. Okej, shumë mirë bente. Dhe vjen tani Zguro, vjen këto javë të fundit, kur them ky kam parasysh Bylisi, kam ekip tjetër. Vjen tani dhe 6 ndeshje të tjera për çfarë? Kjo është në kuris të tjerëve. Këtu e kam. Jo, nëse do opinion sinqert, këto gjëra ndodhin edhe në botë do thuash ti si. Jo, më kështu. Ja ta shpjegoj. Po jo, tani nuk është justifikim, unë nuk e pranoj. Do të ta shpjegoj apo jo? Ndodhi këtu e ndodhi. Tani ja do opinionin. Po. Ja të ta shpjegoj. Një ekip për shembull do ta kap kot Fiorentina. Luan me po ta kap kot me një ekip në mes Bologna. Bologna nuk duhet as për lart as për poshtë. Nuk i vetet ti shtrëngohet. Dhe si kur luan me një ekip e mund, kur e mund me një ekip kur do e mund, kur do ja lek një tjetrit pastaj. Është logjik. Jo, më kupto. Fiorentinës i duhet jeta vdekje ta zën 3 pikësh, Bolognës nuk është se mund i duhet. Edhe normalisht ajo nuk do shtrëngohet. Logjike. Ai kupton çfarë do të thotë. Janë diferencat e jashtëzakonshme. Brenda aty unë s'kam qenë brenda, nuk e di. Unë flas si fenomen. Janë diferencat e jashtëzakonshme që le të shtrëngohet ajo ekipi ti bëj çfarë të dojë, nuk e mund dot këtë ekip. Unë po them opinionin që Partizani B nuk i interesonte fitoria dhe me fitu. Po pse 10 javë të parë interesonte? Sepse ka dalë jashtë objektivave, më kupton. E di ka çfarë ka shkatruar? Ka shkatruar shumë ekipe që më vjen keq, si Kërcyra, si Shkumbini, si Devolli, si Maliqi, si gjithë që mezi mbajnë, domethënë ata e dinë bashkitë e këtyre vendeve e dinë se si i mbajnë dhe të vjen keq, tu prishësh garën ti dhe të bësh ti këtë duash ti tani, të tolerosh edhe s'kam objektiv, dhe këtë duash kam objektiv, domethënë kjo gjë nuk kryen punë sepse është ndeshje direktori Kumi Butrinti, kështu që ndahet ndeshje direkt. Ja që erdhi ky moment që ti ishte kështu, po kemi edhe ndeshje të tjera se Bylisi u mund 4-2 javën e kaluar, nuk e di. Po edhe Bylisi me Orikumi 0-2 ishte. Ka bërë edhe ajo. Edhe ajo jashtë. Prandaj po unë kam problemin. Të dy ekipet bes, që vetëm Partizani. Po mirë, dakor, më kushdo që nuk po zë emra, shën si kanë emra. Por që nuk janë vetëm ekipet bes, ato janë fasada. Po. Që këto. Mirë, dakor. Sidomos në kategorinë e dytë bëhen pak më të shpeshta këto kështu. Pjesa aleancave të tepruara në kuris për të dëmtuar ekipet e tjera. Pra pikërisht kjo më vjen keq. Do të një ndeshje siç tha Zguro. Dakor, mund të ndodhë. Një ekip me një motiv shumë herë më të madh, por që jo ta vendosësh në tavolinë, do marr këtë, do lë këtë, do edhe të rrezojmë këtë. Ishte Maliqi Partizani, fitoi Maliqi 2-1. Dhe ishte një ndeshje super ndeshje dhe Maliqi fitoi. Do thotë gjë se nuk ka Partizani për arbitrimin. Po pra, për gjykim, por tani të vesh, unë prandaj e nxora këtë gol nga tërësia e golave. Domethënë se çfarë ndodh. Më kupton? Romi të drejtë ke në parim s'do të ndodhin as tek mosha tas në kategori 3 as së 2. Se kështu fillon me mësën dhe fëmijët e vegjël. Po e marrë shumë gjë e shëmtuar është ajo. Nuk po them unë që është gjë për tu promovuar, as për tu mburur, as për tu. Tani ideja është që jetojmë në Shqipëri dhe e dim që fatkeqësisht këto fenomene mund të jenë reduktuar, por vazhdojnë na mbeten nga ngrenë, nuk po shpëtojmë nga këto në çdo lloj kategorie. Ne do mundohemi të ngrejmë zërin tonë për të. Po lërit se më duket e ndeshja e Shkumbinit, që Shkumbini vajti në atë pikë sa e la ndeshjen dhe iku. Me barazim. Jo, e la ndeshjen nuk ka përfunduar në minutën e 85 për shkak të vendimeve të gjyqtarit, ka bojkotuar ndeshjen, iku. Kjo është panorama më e mire e kampionatit. Do vetëm kjo është gjëja që ja le tani Kërcyrës që të marrësh ti 3 pikët, se un kam rënë dhe merri ti 3 pikët tani dhe jo, ajo ishte në shenjë bojkoti për golat e anulluar. Iku. Po edhe të fitonte Shkumbini. Doni ta fitoni me po ikin fare. Po të mbijetonte. Jo, po të fitonte Shkumbini mbijetonte. Po. Mbijetonte se e kalonte, po. Atëherë është për të ardhur keq edhe për Shkumbinin. Keq për shkak se nëse ka ndodhur një fenomen i tillë bas. Po. Një fenomen i tillë. Prandaj them, domethënë janë sa fenomene që pavarësisht se gjuna e në erë komplet
Po pra, gjithë sezonin apo e zguro. Sa e rëndësh për një futbollist kur do me thënë, ne fillojmë dhe diskutojmë për një faul, për një 11 metrësh, për diçka tjetër dhe të rrezosh tjetrit gjithë sezonin nuk është ndershmëri. Tani, djerë se futbollistit normale është e keqe kurahet, po nuk jam në brëndësi të kësaj lige shumë, edhe përderisa ju që e ndiqni dhe i thoni, besojt do me thënë dhe fjallet tuaja, kështu që vjen keq duhet ndodhin sa më pak nga këto lloj gjërash në futbollin tonë. Po, më pëlqen mesazhi dhe unë pikërisht me mesazhin e zgurës po e mbyll emisionin sotëm. Vangjel, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ju urojmë suksese në përballjet ndërmjet Laçit dhe Pogradecit. Petrika me ty po e mbyll. Javën tjetër më ke prap këtu, inshallah me një fitore tonën dhe do ta festojmë bashkë, do dalim këtu në Korçë si shtet, do kur ta sigurojmë ne. Po jo, po se siguruam ne. Nuk festoj gjumë. Po mirë, s'po marr ty atëre po marr Romeon me Skënderbej. Po bëj dy festa njëra ai njëherë ti. Nëse fitoj unë këtë javë, do të marr do të qeras. Pastaj po Pogradec po mund e Laçin ore. Edhe pastaj më thuaj mua 90% je i hyr. Je siguro. Faleminderit. Faleminderit. Brendon. Faleminderit. Falenderoj kameramanët dhe teknikët që punuan me mua në studio, natyrisht në këtë emision. Ndodh, ja, nuk luhet vetëm në fush, por luhet me debat edhe nëpërmjet studio. Falenderoj të gjithëve ju miq që qëndruat për ne për një afërsisht rreth 1 orë 30 minuta në emisionin ton sport të kësaj tene. Ne do të takojmë përsëri së bashku të në ardhshme nga unë Romeo Zenzifi, natën e mirë.